Përshëndetje. Ky është horoskopi ditor për të premten, 12 qershor 2026. Le të shohim se çfarë kanë rezervuar yjet për ju sot. Dashi. Të dashuruarit do kalojnë një ditë paksa të vështirë. Duhet të tregoheni paksa më të duruar dhe të pranoni të hapni rrugën ndonjëherë. Beqarët do ndihen aq mirë sa nuk do duan të dalin. Sektori i financave do jetë i dobët, nuk do mundeni të blini gjërat më jetike. Demi. Ditë plot ngjyra për ata që janë në një lidhje. Pasioni do jetë i zjarrt dhe kënaqësitë më të mëdha. Beqarët do realizojnë takimet e menduara. Në planin financiar, do mbizotrojë qëndrueshmëria gjatë gjithë kohës. Binjakët. Planetët do jenë shumë bujarë sot dhe do krijojnë një ambient shumë të ngrohtë në çift. Çdo gjë do ecë siç dëshironi. Beqarët do refuzojnë ftesat. Në planin financiar nuk do jeni të kujdesshëm, por Jupiteri do ua mbaj larg problemet. Gaforja. Ju që jeni në lidhje, do kujdeseni shumë që gjërat të ecin mirë. Do i përgatisni shpesh surpriza partnerit tuaj. Beqarët do kenë një ditë normale. Gjendja e të ardhurave do varet tërësisht nga mënyra se si ju do i menaxhoni ato. Kujdes. Luani. Mos u tregoni të paduruar me partnerin, sepse mund të bëni gabime të pafalshme. Ai po përgatit surpriza të mëdha. Beqarët do fillojnë një lidhje pasionante. Financat do lënë për të dëshiruar dhe do ju kërkohet të shlyeni borxhet. Virgjëresha. Ditë e mbushur me bashkëpunim dhe mirënjohje në çift. Do ndiheni mirë dhe do i shprehni pafund ndjenjat. Beqarët mos nxitohen. Të ardhurat do fillojnë të kenë disa përmirësime të vogla. Vazhdoni të njiheni me njerëz të ri. Peshorja. Ditë e këndshme dhe me harmoni, edhe pse pa shumë emocione të forta. Njaftohuni me qetësinë që do mbizotrojë. Beqarët do kenë flirtime dhe aventura. Në planin financiar, do merrni masa strikte dhe do arrini ta stabilizoni gjendjen. Akrepi. Lërini sentimentalizmat dhe mundohuni të gjeni një zgjidhje për problemet në çift. Me pak përpjekje, do ja dilni. Beqarët duhet të tregohen të hapur. Të ardhurat nuk do jenë keq. Do mund të kryeni edhe ndonjë investim më tepër. Shigjetari. Do i rregulloni problemet në çift që në mëngjes dhe do kaloni çaste intime. Dita do jetë fantastike. Beqarët do jenë të pavëmendshëm. Në financa do ju realizohen të gjitha ëndrat, fale disa shpërblimeve të majme. Briciapi. Do jeni të gatshëm të bëni sakrifica që jeta në çift të jetë e qëndrueshme dhe marrëdhënia më e ngrohtë. Beqarët do realizojnë takime, por nuk janë gati për ndryshim statusi. Buxheti do jetë i favorshëm për transaksione. Ujori. Do kaloni çaste të këndshme me partnerin që në orët e para të mëngjesit dhe nuk do doni të shkëputeni prej tij. Beqarët nuk do përfitojnë nga mundësitë. Në planin financiar do ndërmerrni masa dhe do e stabilizoni situatën shpejt. Peshqit. Do jeni me shumë fat sot ju që jeni në një lidhje dhe të gjitha dëshirat do ju realizohen. Do ndjeni mirë. Beqarët të mos jenë të paduruar. Në planin financiar nuk priten vështirësi. Do dini çfarë hapash të hidhni për stabilitet. Ky ishte horoskopi për nesër. Ju falenderojmë që na ndoqët dhe ju urojmë një ditë sa më të mbar. Shihemi nesër.